Allah, ty të dorëzohem, ty të besoj, vetëm tek ti mbështetem, tek ti drejtohem dhe për ty armiqësohem, duke dëshmuar se nuk meriton të adhurohet askush përveç teje. Kërkoj mbrojtje nga madhëria jote të mos më shpihesh në rrugë të humbur. Ti je i gjallë që nuk vdes, ndërsa gjindët dhe njerëzit vdesin. O Allah, të lutemi na mundëso të përfitojmë nga mëshira dhe falja jote. Kërkojmë prej teje shpëtim nga çdo gjuna, kërkojmë furnizim me çdo të mirë. Kërkojmë prej teje shpërblim me xhenet dhe shpëtim nga zjarri. Kërkoj faljen e Allahut të madhërisëm, përveç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit, që është i gjallë për gjithmonë dhe mbikëqyrës i përhershëm dhe tek ai pendohemi.